Mbi gjitha institucioni jonë funksionon mbi bazën e kushtetues dhe ligjeve, sidomos ligjit për zgjedhjet e përgjithshme dhe ligjit për zgjedhjet lokale. Dhe natyrisht përvojat dhe praktikat që kemi pas në kaluarën bën që ne ta marrim për obligim të reflektojmë dhe të shikojmë se ku i kemi pas ngecjet, ku i kemi dobësit, qoftë ato sa i përket funksionale që në kodër të regulativave tona, po edhe ato që janë si rezultat themi i një vendimmarrje në këtë rast edhe nga kuvendi, po i cili në formë të ligjit edhe i cili realisht po krijon probleme reale kundrejt një themi të drejte që realisht është preferenciale dhe është rasti rrallë nështë edhe në rajone me gjerë që ka një vot preferenciale të ati niveli, e cila në aspektin e organizimit ka kriju probleme aq të mëdha, sa që edhe e dini që në zgjedhjet e fundit ne patëm një problem pas tërë ati procesi mirë të organizuar, ishte pjesa e numërimit e cila e solli si pasojë të themi edhe një ndërmarrje kriminale aty këtu në një komunë pak më shumë, në disa komuna tjera më pak, pra të manipulimit të rezultateve për kandidat, ndonse mira kësa ishte që ky proces në fund u korrigjua, sepse ishin kutit e votimit ato që në fundit kanë mbetur të paprekura në këtë aspekt, dhe kjo ka risjell themi dhe ka siguru integritetin e procesit zgjedhor. Megjithatë mbetet sfidë e hapur. Dhe kjo sfidë e hapur, besoj ose jo, na mund të sillme si dëni, është edhe të vetë qytetarët. Dilni pyetni rand qytetarët e dinë që deri në 10 kandidat, ndonse kanë të drejtën për të votuar edhe më pak, se ligjet të qartë që deri në 10, po dhënia një mundësi e kaq të madhe për zgjedhje votës preferenciale i krijon disa probleme edhe gjatë procesit votimit, po edhe probleme të brendshme në organizim. Është e vërtetë gjithashtu dhe parimi që ekziston për sa i përket themi ndryshimeve të rregullave kur një proces zgjedhor është afër. Ne zyrtarisht nuk kemi asnjë paralajmërim se do të ketë proces zgjedhor në aspektin formal, themi. Na mund të themi që janë afër ose larg, po mund të jemi totalisht gabim deri në përfundim të afateve që përcaktojnë nëse do të ketë ose s'do të ketë zgjedhje. Andaj në këtë aspekt ne edhe jemi mirë sa i përket edhe në rregull sa i përket regulativave, pra rregullave zgjedhore, që ne jemi kujdesur maksimalisht që ndryshimet që janë propozu e që janë votu nga KQZ-ja paraprakisht që të bën ato ndryshime, tashmë kanë marrë formën edhe besoj që kur të kalojnë në randën e ditës i rregojmë, po gjithashtu ne kemi propozuar ndryshime ligjore. Mund të thetë aty, edhe na i pjesëtari jashtëm atje që e veçuan vetën ekspert, po edhe mrena dikush mund të thetë që ti ki drejt dhe s'ki drejt me propozua, që është e krejt realisht jo relevante, sepse në praktika e që ka ndodhur edhe me ndryshimin e ligjit për zgjedhjet, janë ndryshime që kanë ardhur prej akterëve të ndryshëm. Një pjesë ka qenë prej raportit të BE-s, dhe raporti i BE-s ka reflektuar edhe vetë themi kontributin që ka dhënë KQZ-ja në atë raport. Po gjithashtu edhe vetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka kontribuar në ndryshimet ligjore për sa i përket ligjit për zgjedhjet. Pra nuk jemi një outsider themi në këtë aspekt, por ne jemi faktor brenda i cili duhet merret përballë sepse ne jemi ata që përballemi me një ndryshim ligjor dhe kur ajo barë e organizimit te i kalon edhe kapacitetet tona për me mujt me u siguru mbarvajtja procesit deri në pikën e fundit, atëherë na natyrisht që duhet me ngritë si çështje. Andaj në këtë aspekt përveç ndoshta pjesës ku formalisht do duhet të ishte një komunikim me ne, paraprakisht të tjera të një konsideroj krejt normale, sepse, edhe njerë po thëmë, në raportin që tash e kemi, rikonfirmohen edhe njëherë të gjitha
gjitha ato gjetura tona dhe rekomandimet tona, përfshirë edhe rekomandimin për cilin po flasim, që është pjesë e raportit që do t'i dërgohet Kuvendit e Republikës së Kosovës. Faleminderit. A të vazhdojmë me agjendën? Nëse ka dikush diçka lidhur me agjendën? Nëse jo, e hedh në votim. Kush është për miratimin e agjendës? Jemi gjithë 10 vota për, miratohet, vazhdojmë me Këshillin për Operacionet Zgjedhore. Alban? Pyka parë ka të bëjë me shqyrtimin dhe miratimin e raportit të KCZ-s për Kuvendin e Republikës së Kosovës për vitin 2025. Natyrisht ky raport përmban pjesë që kanë të bëjnë me procesin, themi, zgjedhor dhe pas zgjedhor të zgjedhjeve parlamentare të shkurtit, nën shkurtit 2025, pastaj përmban aktivitetet që kanë të bëjnë me përfundimin i këtij procesi dhe fillimin e procesit tjetër që ka qenë ai planifikuar, pra që ka të bëjë me zgjedhjet lokale, rundin e parë dhe gjithashtu dhe rundin e dytë, si dhe për pjesën që ka të bëjë me organizimin e zgjedhjeve të fundit për 28 dhjetor 2025. Gjithashtu raporti përmban edhe aktivitete tjera që KQZ-ja ka organizuar si pjesë e përgjegjësive të saj kushtetuese dhe ligjore në përmbushjen pra të atyre detyrimeve, dhe gjithashtu edhe aktivitetet që kanë bëjnë me bashkëpunimet ndërkombëtare me organizatat si motra të vendeve të ndryshme dhe pjesëmarrjen e KQZ-s në konferenca apo dhe shkëmbime të ndryshme përfshirë dhe vëzhgimin e zgjedhjeve në disa prej vendeve dhe sjelljen e atyre përvojave, eksperiencave edhe në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Për fund, raporti përmban edhe pjesën e sfidave, po edhe të rekomandimeve, të cilat janë të renditur aty dhe të cilat në një farë mënyrë janë formalizuar që më parë nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve përmes vendimmarrjes, por që tash ka qenë edhe propozimi ynë që ato të futen, pra rekomandimet që janë futur aty janë kryesisht rekomandimet që kanë të bëjnë me ndryshimet ligjore, si pjesë të themi që i përket realisht këtë rast Kuvendit dhe natyrisht varet sipas zhvillimeve që do t'jenë orëve dhe ditëve në vijim për të ditur nëse këto pastaj rekomandime do të merren në konsiderat nga vendimmarrësit, e jo na është që ne i kemi bashkarisht i kemi themi identifikuar dhe i kemi adresuar. Natyrisht pjesë e këtyre rekomandimeve janë edhe të themi edhe raportet monitoruese dhe të tjera që i kanë bërë edhe organizatat e shoqërisë civile, po edhe monitoruesit ndërkombëtar, vëzhguesit ndërkombëtar që i kanë paraqitur edhe në raportet e fundit nga BE-ja, po edhe të tjera që kanë ardhur prej raportuesve apo monitoruesve tjerë. Si tillë, si ky raport është shqyrtuar edhe në Këshillin për Operacionet Zgjedhore, janë bërë disa ndryshime të themi 8 vogla dhe përmirësime kryesisht nga karakteri teknik dhe gramatikor dhe me sa kemi parë, se kemi rilexuar për as sa kemi mundur, raporti përmban gjitha ato që i kemi theksuar dhe i kemi propozuar që të futen që në fillim atëherë dhe si tillë konsideroj që i plotson kushtet dhe përgatitje në aspektin përgatitor teknik që të miratohet dhe të dërgohet në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Faleminderit Alban. A ka dikush diçka me diskutu lidhur me raportin? Nëse jo, hedh në votim. Kush është për? Ndryshim plotësimi i radhës ka të bëjë me rregulloren për votim numërim në vend votim dhe menaxhim të vend votimit, respektivisht neni 10 i saj pika 5 e drejta votës dhe fshehtësia e votës, ku pika 5, ku është shtuar një, themi, është plotësuar kjo si pikë, si paragraf, votuesi me aftësi të kufizuara i cili nuk është në gjendje të shënoj apo të hedhë këtë votimin, e kur kjo aftësi e kufizuar dëshmohet përmes dokumenteve, kjo shtesë tash mjekësore të lëshuara nga specialisti i fushës përkatëse, në klapa vërtetim, raport mjekësor, dokumentin apo librezën e lëshuar nga Ministria përkatëse që referohet të kryesisht rasteve që kanë bënë me
me fitimin e drejtës nga Ministria e Financave që futën në kategoritë caktuara që bindë pastaj në këtë pjesë, mund të ndihmohet nga një person tjetër, asistuesi, nga njëjta qendër e votimit, i zgjedhur nga votuesi duke ndjekur procedurën e mëposhtme. Pastaj këto tjerat janë siç edhe kanë qenë. Pra veç është bu theksi ma shumë të dokumentet mjekësore, se nuk kanë qenë specifikuar edhe njerëzit kanë pasur dilema pastaj. Faleminderit Elban. Hap diskutimin, a ka dikush diçka lidhur me këtë rregullore? Po, Ilir? Çështja e dokumenteve, do thot për personat nevojat veçanta, është çështja pikërisht për çfarë? Po, për të votimin e asistencës. Për shkak të asistencës. Po është e drejta votës dhe fshehtësia, që aty është e përfshime. Ne kemi pas një problematik të theksune sa i përket dhe kemi mendu që do të duhet me trajtu, sepse kemi vështirësi dhe baza ligjore sa i përket personat të cilët nuk dinë shkrim lexim dhe për të cilët nuk ka dokument që lëshohet nga asnjë institucion i shtetit Kosovës, dhe ata nuk mundin me dëshmu problemet e tyre të cilët i kanë. Dhe ne a priori ja mohojmë të drejtën kushtetuese një qytetari që nuk di shkrim lexim për të ushtruar drejtën e tina për me votu. Qysh të duaj me arrit në një përfundim në mënyrë që të mos ju mohohet të drejta, sepse në bazë të regjistrimit të popullsisë, nëse nuk gaboj, janë afër mbi 30.000 qytetarë të Kosovës që janë të deklaruar që nuk dinë shkrim lexim, kur e merr për bazë fenomenin ndoshta ky mund të jetë ndoshta edhe më i madh, sepse ka njerëz që deklarohen, po mund të jetë edhe më i vogël. Shpresoj që të jetë më i vogël. Po qysh do ta trajtojmë në ditën e diel, kur do të ballafaqohemi me njerëz qytetarë, sepse qoftë edhe një qytetar nëse i mohohet të drejta për votë, pa fajin e tij, atëherë ne bëjmë shkelje. Prandaj, sepse ligji aktualisht që e kemi, mundson asistencën, dhe nëse lexohet sakt, mundson edhe votimin në emër të tij ose të saj. Kështu që është mirë, qoftë përmes broshurave apo kutadione, dokumenteve që mund na nxjerrë me pastaj me trajtu edhe këtë çështje. Unë hezitoj edhe sa i përket ndryshimit këtë rregullore për faktin se kjo çështje nuk është e përfshirë, ose të paktën Kozi se ka trajtu, po mendoj që duhet me pas parasysh që kemi një kontingjent të qytetarëve të Republikës Kosovës që mund t'ju mohohet e drejta për votë. Faleminderit. Nëse s'ka dikush diçka tjetër, e hedh në votim, kush është për? Kundër, absten. Atëherë 9 vota për, 1 abstenim, miratohet plotësim ndryshimi i rregullores 1224 për votimin numërimin në vend votim dhe menaxhimin në vend votimit.